Të nderuar miq, siç e paralajmërova në fillim të emisionit, do kemi edhe të ftuar në studio, ku do të bisedojmë për shumë gjëra. Kësaj radhe kemi dhënë çdo herë përparësi asaj anës festive, do të festojmë për shkak se kemi ditën e Bajramit. Do të jetë bashkë me ne Elmir Zejneli, një djalë shumë i ri dhe një djalë cili ka bë shumë për muzikën. Elmir, i ri, por me muzikë jetu tregu ashtu siç e don edhe vetë populli jon, pikërisht i e qëndru në këngën e Mirëfillt Shqipe. Faleminderit që ndave kohë të jesh pjesë e emisionit. Do të jemi bashkë, por nuk do të mungon edhe kënga, hajde urnon. Elmir, si e kalon kohën? Ti je tash në shkolla, po? Po, jam viti parë në shkollën e mesme të muzikës në Tetov. Ashtu? Do me thonë dhe të vazhdojsh me muzikën edhe profesionalisht, apo? Mirë, na trego si filloj ideja, apo si fillove me muzikën, kush nxiti? Ideja filloj se isha në moshën 6 vjeç, fillova të këndoj pak dhe me qifteli. Ashtu? Babi më bëri që të vazhdoj me qifteli dhe pastaj më hinin qef edhe... Kur e mësove, në që moshë e mësove pikrisht qiftelin? Për shkak se kemi instrument ku ne identifikojme ne shqiptarë. Po, në moshën 8 vjeç, 7 vjeç. Ashtu. Fillove vetëm mo të ekzekutosh në qiftelin. Po. Këngë kur fillove të meresh me këngë? Kur fillove të këndosh? Në moshën 7 vjeç fillova me këngë. Ashtu. Të kujtohet cila ishte kënga e parë? Po, Thret Prizreni ishte kënga parë. Ku e këndove këngën? Në shtëpi, vetë si isha duke ndetur dhe merë që të këndoj dhe... Si të pranojnë shokët? Thonë dhe njëherë që ajtë Elmir këndo diçka? Po, në shkollë krejt jemi ashtu muzikant. Ashtu? Dhe se cili ka instrumentin ose pasionin e vetë, edhe këndojmë krejt aty bashkë, më lidhemi. Tash nuk o që vetëm në qifteli, por sa e din edhe instrumenteve tjera t'ju bish? Po, di qiftelis, sharkis, bas gitarës dhe synthesizerit. Po mirë, atëre do të kemi në emision shumë herë, për na i prezentojsh instrumentet, apo? Mirë. Ajo cila sot neve na gëzon, Elmira, është se ti vetëm më e ke lansuar një këngë dhe shumë të bukur dhe me një titull shumë të bukur. Na trego si erdhi ideja dhe cilët kanë qenë bashkëpunëtorët? Ideja erdhi, ishim në kafe me babin dhe me gjagjin tim Arflet Selmani, që faleminderoj shumë, dhe ishim duke biseduar për një këngë, një projekt të ri, dhe na erdhi ideja që një tekst që të shkruajmë, por nuk dishim si të... dhe ftuam nga Shqipëria një grua, Lubi Tota, që përshëndes shumë. Ashtu. Dhe ajo na shkrojti për 2-3 ditë tekstin dhe pastaj filluam melodia. Kush u përkujdes për melodin? Për melodin u përkujdes Gjagji Arflet Selmani. E përshëndesim edhe Alfletin, është një djalë që punon dhe është djalë punëtor, punon për muzikën, është muzikant i mirë. Si titullohet kënga dhe cila është tematika e këngës? Kënga titullohet Autokton. Ashtu? Me tematik luftarake. Ashtu si që na kanë ndjek historia neve. Elmir, qka dhe të na këndosh pak tash në studio, me qenë se kemi qiftelin këtu, diçka të mirë na prezentoj? Mund t'ju këndoj këtë refrenin e këngës së re, Autokton. Shumë mirë, ajtë, urna. Me qenë se jemi edhe në fest Bajramit dhe do të këndojmë diçka. Do ta put në loke balin, me këngë trima s'do të zjoj,
edhe botën po t'ma falin, unë Shqiprin ma s'ka se ndroj. Për atë dhe për kombin e tim, e jap jetën si me le, Shqip kam fol me mira vjet, autokton jam mbi këtë dhe. Bravo, shumë mirë. Elmir, cilët do t'jenë hapat në të ardhmen, do të vazhdojsh me muzikë? Po, në të ardhmen do vazhdoj me muzikë. Tash kam filluar të përgatis një studio, Ashtu? që du të mirë si producent. Bravo. Njerë të shohim si një këngëtar i mirë, si një instrumentalist i mirë, dhe pastaj do të presim edhe me plane tjera, me ide tjera. Në shkollë, si të shkon shkollat? Mirë, super shkollë. Do të vazhdojsh kështu të jesh një profesionalist? Po të themi një këngëtar apo një instrumentalist vetëm më i diplomuar? Po, mendoj të vazhdoj këtu në Tetov në UT për muzikë. Sa e shqef vetën në atë shoqëri ku e thë edhe vetë se shumica e atë që të rrethojnë janë njerëz të cilën me muzikë. Sa të ndihmojnë ato që edhe në bisedat lira bisedojnë sigurisht për muzikë? Ne në shkollë muzikës krejt jemi si nuk jemi shumë veta dhe krejt bashkë rrim aty. Kur mlidhemi bisedojmë vetë për muzikë, çfarë lloj teme dhe mlidhemi aty. Do të presim diçka tre tashmë? Edhe pak, po, edhe pak. Do të ketë edhe kënga tjera, po? Po. Sa do të përqendrohesh tek muzika e Mirëfill Shqipe? Shoh që ke fillu me këtë eufori. Muzika duhet jetë shumë, mu më pëlqen luftarake, kështu... Këngë patriotike, po, patriotike. Patriotike. Bravo, Elmir. Edhe patriot dhe jesh. A kishe mujt edhe diçka me qifteli, qoftë një ekzekutim valla, apo çka ta merr mendja të na ekzekutojsh edhe diçka tjetër, për shkak se tash jemi në fest Bajramit. Po, s'ka lidhje, mund ta luaj vallën e Bareshës. Hajde. Bravo. Elmir, sa babi, familja të ndihmojnë që ti vetëm ke marrë këtë rrugë dhe të jesh një instrumentalist apo një muzikant njerë, të shohim një muzikant i mirë? Po, këto krejt gjëja që i ka unë, krejt i ka me ndihmën e babit, që mi ka plotësohu që unë të bëhem dikush. Ti ndihmën e ke tash vetëm të takon të punosh, apo? Dhe na jep fjalën se do të punosh. Po. Elmir, të shohim me një shumë suksese dhe me bashkëpunime të mira dhe kështu siç ke fillu, duke të dëshiruar suksese, por do të kemi përsëri, meqense e ceke që shumë instrumenteve tjera ju i ekzekuton, do të kemi edhe me gitare, edhe me shumë instrumente tjera,
dyert e televizionit ton, emisioneve tona janë të hapura, sidomos për ju tri që jeni dhe që jeni në fillim të karrierës, duke të dëshiruar që të kesh sukses. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe njerë urime Bajramin dhe tash shkojsh në familje dhe të vazhdojsh ditën me të familjes për Bajram. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Elmi. Të nderuar miq, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër për të rikthyer në studio, do të vazhdojnë këto momente festive edhe më tej.